Lutjet e nënës për djalin e vrarë s'rashton kurrë. Po aq sa nuk u shua kurrë as krenaria e Habibe Dardishtës për kontributin që djali i saj dha për lirinë e Kosovës. Bashkë me familjen e saj të enjtën, ajo erdhi tek vendi ku prehet trupi i dëshmorit Zekriat Dardishta, që ra në betejën e Kosharës në 1999. E ka kriju shtrien në Bosnë, ma se në si erë po rahat, veç me shku. Se thash jo, shko be gjallja me Allah në hajrë, inshallah. Insistimin e djalit të tyre për t'ju bashkuar ushtrisë mban mend mirë edhe babai i dëshmorit. Gjithë një që ka pas ta në trunë, që shme dalë për bolë amikut. Një nga betejat më të përgjakshme në Kosovë, atë të 9 prillit 1999 në Koshare, e rrëfeu edhe dikush që ishte vetë pjesë e saj. Ish komandanti UÇK-s Mila Zemaraj në përvjetorin e betejës tregon momentet kur ju desh të tërheq trupat e atyre që ranë për lirinë e shtetit. Derisa kërcasin pushtë e para, është e frikshme. Masit kërcasin pushtë e para nuk ka frikë më. Nuk ka, sepse pushtë e para vrasin frikën. Aty e tutje duhet mi mbrojtë ushtarët që për shkak të trimërisë së guximit tyre të prum mos bien dëshmor. Në mesin e 114 dëshmorëve që ranë në betejën e Kosharës ishte edhe heroi Agim Ramadani. Gruaja e tij Shukrie Ramadani thot se ende sot nuk e shet që ideali i heronjve është përmbushur plotësisht. Jo, nuk është përmbushur. Jo, ajo që është arritur deri më tani fatkeqësisht ende s'është përmbushur nga ëndrat e çdo luftetari që ka rrahur, çdo dëshmori, çdo martiri, ka dhe shumë punë. Po mendoj që jemi në një rrugë të drejtë dhe bashkërisht mund të kalojmë këtë rrugë, vetëm të bashkuar. Bashkë me Agim Ramadanin, rrugtimin e luftë kishte kaluar edhe dëshmori Kasim Uka. Mas ofenzive ka kalu në Shqipni, ju ka bashkangjit Agim Ramadanit Salicekit e këtyne në Papaj me veshgjime dhe ushtrime deri me 9 prill ku kanë sulmu kasarme. Betejë e Kosharës u zhvillua më 9 prill 1999 deri më 10 qershor 1999 në kuadër të operacionit Shigjeta ndërmjet ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe asaj të Serbisë.